sot në këtë emision bisedoj me kryetarin e Sindikatës së Punëtorëve Teknik të Sektorit Privat, zotin Jusuf Azemi, që vetë se është virtualisht pjesë e këtij emisioni. Unë gjatë jeta, zoti Azemi. Gjithë mirë. Nga 1 janari është në fuqi vendimi për pagën minimale 425 euro. Ju reaguat se në terren nuk po zbatohet, është thjesht diçka e vendosur në letër. Përpos rastit të Klinës, a ka raste të tjera për cilat ju mund të flisni për mos zbatim të vendimit qeveritar? Nuk po dëgjohet në studio? Unë jam duke Tani besoj se do të rregullohet, regjia të rregulloj çështjen do të përpiqeni. Unë dëgjoj muzikë këtu në studio. Jo se jam kundër muzikës, fare nuk jam kundër. E dua shumë, por në këtë rast po flasim për pagën minimale dhe zbatimin e saj. Zoti Azemi, të kërkoj falje, tani besoj se jemi në rregull. Gjithçka në rregull. Ju dini që paga minimale ka hyrë në fuqi nga 1 janari 2024, që fillon me një pagë 425 euro dhe nga një korrigu që është një pagë minimale 500 euro. Është një pagë e cila, po të themi një farë forme gati se një anshëm është vendosur për këtë pagë, por megjithatë ne duhet ta marrim si të kryer në moment kur përfundon gjithçka. E themi, nuk ka pas dialog social, nuk ka pas marrëveshje, sepse kërkesa jonë ka qenë që të filloj që nga 1 janari i këtij viti me pagë minimale 600 euro, por megjithatë, domethënë kërkesa jonë nuk është respektuar dhe jo dini që do për shkallëzimin. Megjithatë, dihet që kryeministri ka nxjerrë një vendim e cila paga minimale duhet të fillojë që nga 1 janari i 2026 me pagën 423. Ne si sindikat kemi paralajmëruar edhe në dhjetor të vitit kaluar, edhe në janar, edhe në fillim, edhe në mes janarit, që kompanitë private duhet përgatiten dhe paga minimale nuk guxon të jetë në 425 euro. Por megjithatë çka është karakteristike, këto paga janë të dëmtuara vetëm me ato kompani që kryen shërbime për institucionet shtetërore. Domethënë, ata cilët duhet të jenë avangard, ata cilët duhet në varfërë të japin shembull se si të respektohet të drejtat e punëtorëve, pikërisht këta janë duke i shkelur. Se sa të respektohet, ne nuk guxojmë me thonë, sepse tani vetëm tek 2 kompani kemi të lashë me pagën minimale, se si të përfundoj kjo, ne mund të japim një llogaritë të tërësishme tek dikon ka mes javës tjetër kur pagat e gjithë tyre punëtorëve duhet të dalin. Por megjithatë 95% të këtyre pagave që janë të sankcionuara me këtë pagë minimale janë paga që mbiren nga shërbimet që kompanitë i kryejnë për institucionet shtetërore. Po, në rregull. Tani, faji në këtë rast bie mbi kompaninë. Apo jo? Që nuk e zbaton vendimin për pagën minimale 425 euro, po ju jep me minimumin e kaluar 350 euro. Por, a duhet shikuar pak edhe kompaninë që i rritet kostoja operimit, por të paktën sa di unë nuk merr shtesë nga shteti, mbetet me kontratat e kaluara? Kompanitë mund të jenë fajtore vetëm nëse nuk kanë bërë kalkulimin e pagave punëtore, domethënë me përqindjen që është rrit, etja fakturojnë institucioneve përkatëse, edhe kuvendeve komunale, edhe ministrie përkatëse, por edhe qeveritë. Për këtë mund të jenë fajtor vetëm kompanitë. Nëse kompania ka faturuar pagën me rritje dhe ja ka kalkuluar me pagën minimale dhe institucionet nuk ja kanë faturuar, nuk ja kanë paguar pagesën kompanisë, atëherë është në pyetje që institucionet qendrore duhet ta marrin fajin, por mbi të gjitha fajin duhet ta merr prap mekanizmi shtetëror, sepse ne kemi inspektoratin e punës, i cili përpos ne si sindikat duhet ta verifikojë se apo implementohet një vendim i cili e ka nxjerrë vetë qeveria e Kosovës. Dhe ne ju themi, kemi ardhur deri te ajo, do të shiqojmë të gjitha kompanitë që nuk e respektojnë ligjin e pagës, vendimin mbi pagën, ne do t'u japim afat një javë për arsye të ndryshme që mos bëhemi edhe ne tepër kokfort
dhe pas një jave nëse kompania nuk i plotëson pagën e punëtorëve konform vendimit të qeverisë Kosovës, atëherë paralelisht për menjëherë do të nismi dy rrugtime. Rrugtimi i parë është që gjitha këto kompani do t'i fusmi në grevë, domethënë nuk do të punojmë, e para dhe e dyta, menjëherë do të kërkojmë nga Inspektorati i Punës të vjen ta vlerësojë se kompania në fjalë nuk është duke respektuar vendimin e pagës dhe normal që inspektorët janë të obliguar ta lëshojnë një raport zyrtar se çka po ndodh me mos pagimin e këtyre pagave dhe në mënyrë automatike ne do t'i drejtojmë gjykatave për mos pagesën e duhur të kësaj page. Megjithatë duhet të them edhe këtë, ne normal që e kemi avokatin të gatshëm me gjithë këtë procedurë, do të merret avokati i sindikatës dhe lëndët do të përcillen me një gjykat dhe që ne nuk kishmi dëshiruar që të vjen deri kjo, por megjithatë duhet ta kemi të qartë diçka. Qeveria e Kosovës në moment kur ta nxjerr një vendim, ajo duhet të jetë e kujdesshme sepse atë vendim ajo vetë duhet ta zbatojë ose duhet ta monitorojë se sa po ekzekutohet vendimi që e ka nxjerrë. Tani, ma shpjego edhe një herë të lutem, veçanërisht të çështjen e klinës, por në përgjithësi për këta punëtor teknik që punojnë në institucione, në pastrime e të tjera, kush ju ekzekuton pagat atyre? Institucione shtetërore apo kompanitë në të cilat janë të punësuar? Kompania kryen shërbime për kontraktuesin në këtë rast për kuvendin komunal të Klinës. Kuvendi komunal është ai së bashku me kompaninë që u dashur ta bëjnë kalkulimin e rritjes së pagave dhe për aq shumë sa duhet mbulohet paga minimale, kuvendi komunal kompanisë u dashur t'ia transferojë mjetet e 100% për pagën minimale. Domethënë kjo është, por megjithatë unë shoh një neglizhencë sepse kanë menduar që edhe përkundra asaj që është rrit paga minimale, ata kanë nejt një farformë në qetësi sikur se s'po ndodh kurrë ose fundi fund le të kalojë edhe kjo. Ne nuk mund të kalojmë më mbi këtë. Ta marrim një rast konkret. Kemi punëtorët e në ÇKUK, punëtorët të pastrimit dhe punëtorët të sigurimit fizik, të cilët janë mbi 600 punëtorë. Dhe ata normal që kanë marrë pagën mbi pagën minimale që ka qenë 350 euro. Por tani i kemi njoftuar me kohë edhe kompanitë edhe ministrinë përkatëse që duhet bëhat pjesa shtesë sepse është rrit paga minimale dhe tek ta punëtorë duhet të shohin mjetë të shtesë sepse normale ka kostën e vet. Paga minimale ka kostën e vet. Edhe për të cilën po themi pagë minimale në kushte normale çfarë jemi na nuk guzon tipet punëtorit, por megjithatë ne po ndodh gjithçka. Me dhe kjo çfarë? Përndryshe, pagë minimale në kushte normale nuk guxon tipet as një punëtori. Qartë, do më thënë njerëz të cilët punojnë në objektet e shtetit Kosovës, në objekte institucionale, komunale dhe shtetërore, e që paguhen nën minimumin e caktuar nga qeveria. Ku është shteti atëherë? Ju i përmendet institucionet. Ku është shteti që në borrin e vet, brenda objekteve të veta, nuk i paguan punëtorët sipas vendimit që ka marrë? Hajde, ja japim një rast konkret. Paga minimale 350 euro ka ardhur që nga gushti i vitit 2024 dhe ka hyrë në fuqi me 1 tetor 2024. Ne kemi punëtor në rektoratin Universitetin e Prishtinës, kemi mbi 400 punëtor që edhe sot e asaj dite paguhen me pagën 292 euro, e që në fakt domthonë të mjetë duhet të derdhen nga buxheti i Kosovës, jo nga pronarët e kompanive. Që do të topo duhet ta them. Qeveria e Kosovës shpeshherë ka nxjerrë vendime të cilave nuk ka qëndruar mbrapa për ta realizuar vendimin që e ka nxjerrë. Si rregullohen këto punë? Po, realisht për këtë çështje les fakultas jo dashur të flitet, sepse është vendim që është nxjerrë nga vetë qeveria e Kosovës, është dashur të zbatohet edhe asgjë më shumë. Por, të bëjmë di edhe këtë, që gjitha kompanitë që nuk e kanë respektuar pagën minimale 350 euro, ne kemi njoftuar Inspektoratin e Punës dhe kemi njoftuar edhe Ministrinë e Financave dhe Kryeministrin dhe kemi thonë të nderuar qeveritar, vendimin që e ke nxjerrë për pagën minimale 350 euro edhe sot asaj dite institucionet e juaja që ju vetë keni menaxhim nga to nuk jeni duke zbatuar. Këtë që një farforme shpeshherë ne kur po themi që shpeshherë këto vendime janë vendime të fushatave elektorale, ndërsa njerëz po mendojnë që ne po dojmë ta sankcionojmë dikon. Ju ke nxjerrë vendim,
ke nxjerrë vendim pa presion dhe atë vendim duhet ta respektosh. Domthonë, nëse nuk e respekton vendimin e pagës minimale, po del që kryeministri i Kosovës me ministrat përkatëse ministri i Financave, këtë vendim që e kanë nxjerrë pas kanë nxjerrë vetëm sa për të syje faqe, sa për përfituar një numër të votave, përndryshe neve nuk po na intereson sa fiton të vota, ne po na intereson me zbatuar çat vendim që vetë keni nxjerrë. E qartë. Tani, mund të flasim pak se çfarë masash mund të merren nga inspektorati në këtë rast ose nga organet tjera shtetërore. Nëse nuk merren masa ndaj institucioneve, sikur është qeveria dhe komunat, që nuk e zbatojnë vendimin për pagën minimale 425 euro, ku është drejtësia nëse do t'i dënojnë kompanitë private pastaj? Për të njëjtën gjë. Po, ju e keni shumë mirë, sepse në rast se ne do të obligohemi që inspektorët t'i dërgojmë në kompanitë përkatëse. Atëherë inspektorati i punës sigurisht se dënimin do ta merr kompania, por megjithatë ne jemi për bashkëpunim edhe me kompanitë, sepse nëse nuk do ta kemi pagën adekuate, ne thash do të japim afat kompanive një javë që ata të zgjedhin problemet me institucionet përkatëse dhe paralelisht do të ndërpresim punën, sepse çështjet kanë ndryshuar. Nuk kemi më në vitin 2015, po edhe 2020. Punëtorët dhe kanë marrë guximin e vet, punëtorët kanë organizimin e vet, punëtorët donë të respektojnë të drejtat që kemi me ligjet tona që kemi në fuqi. Ne nuk kërkojmë diçka, hajde a do të bëhet a nuk do të bëhet. Ky ligj është i nënshkruar, i protokolluar dhe ka dalë në gazetën zyrtare dhe më nuk kemi çka të flasim. Ne po dojmë ta respektojmë një vendim që e ka nënshkruar kryeministri i Kosovës, edhe pse e ka nënshkruar, po themi në mënyrë jo ligjore, sepse nuk e kanë respektuar partneritetin punonës-punëmarrës dhe qeveri, por megjithatë ka ndodhur si ka ndodhur, ne do të qëndrojmë dhe ne do të këmbgulmë që paga minimale duhet patjetër të respektohet. Nëse ata nuk e respektojnë, kemi jau imponu na me respektu. Ne i thrasim gjithë punëtorët e sektorit privat Kosovës, në veçanti ata që janë anëtarë të sindikatës. Tek ne kanë një obligim, të na njoftojnë se ne kemi marrë pagë, sepse çdo punëtor tash për ta thjeshtësuar më mirë, paga minimale neto secilit punëtor në kontën e vet duhet i bie 391 euro. Çdo punëtor që është anëtar i sindikatës tonë dhe nuk i ka marrë 391 euro, atëherë ne i thrasim ata që të na njoftojnë neve, sepse ne pastaj do ta kryejmë gjithë procedurën, po them ligjore për të arritur deri te kjo. Është detyrë jona. Mirë, zoti Azemi, ne nuk kemi këshill ekonomik social. Po. Do të rregullonte punën ose do të ishte funksional, por ka vite që nuk është. Ne nuk i kemi atë më elementaren, ne me qeverinë e Kosovës jemi partner ligjor. Dhe ju dini që në periudhën e kaluar, në 4 vjeçarin e fundit, ne kemi pasur takime me institucionet shtetërore, qeveritare, vetëm atëherë kur s'kan pasur nga t'ja mbajnë. Dhe ne kemi bënë pa dialog, po them si sindikat. Por dialog i sinqert dhe serioz është atëherë kur qeveria e Kosovës ban partneritet konform ligjit me Bashkimin e Sindikatave të Pavarur të Kosovës dhe aty është dialogu dhe në moment kur ne po na mungon dialogu, domethënë nuk ka aty çet kërkesë, parashton kërkesë dhe nuk merret kërkush me ty, aty ku nuk ka dialog, realisht nuk ka as këshill ekonomik social, për cilën po themi, nëse gjithçka është bë në të kaluarën, nuk është bë dialogu social, e dialogu social është alfa dhe omega e punës dhe obligimeve të dy institucioneve partnere, qeveri dhe sindikat. Do të kemi mundësi të flasim sërish për të, por dua pak t'ju pyes për pagën minimale. 391 euro thatë, apo? Neto. Paga minimale, paga minimale bruto është 425 euro dhe si mas kalkulimeve tona që i kemi bën në llogarinë bankare të punëtorëve, minimumi duhet të jetë 391 euro. Gjithçka që del nën 391 euro është në kundërshtim me vendimin e kryeministit të Kosovës lidhur me pagën minimale. E qartë. Tani, 391 euro, a dalin për të jetuar një person në Kosovë një muaj?
Kemi paralajmërimin për 21% shtrenjtim të energjisë elektrike për te shtrenjtimeve që i kemi aktualisht. Dhe sipas disa bisedave të mia private, shumë shpejt mund të rrezikojmë që buka në Kosovë të kushtoj 1 euro dhe ne e dim që është produkti kryesor në tryezat e shumicës së qytetarëve të këtij vendi. Me 391 euro para në konto, a ja del të jetoj një person në Republikën e Kosovës për një muaj? Flasmi sepse tek ne ka ligje, por nuk mirën parasysh. Paga minimale është kostoja e 4 anëtarëve të familjes. Do të thonë, një punëtor që punon, paga e tij duhet të jetë për shpenzimet ose për kostën e 4 familjarëve të asaj familje. Dhe sipas kalkulimit që e kombone shumë thjesht, me 480 euro, po flasim 480 euro, mund brenda dite një person, ose ta marrim 4 persona brenda dite mund të hanë vetëm 8 burek. Dhe kjo pagë me 480 euro del vetëm për ka 8 bureka brenda ditës për këta 4 familjes. Nuk ka për transport, nuk ka për shëndetësi, nuk ka për arsim, domosdoshmë nuk ka për asgjë. Dhe për të jetuar, po them, në atë aspektin minimal, çdo pagë që është pagë minimale 900 euro, nuk mund të mendohet se si të mbijetohet. Dhe unë e tham, me pagën minimale që i marrni, ne nuk mund të mbijetojmë, po edhe kjo pagë minimale nuk po na lën të vdes, sepse po na jap sa për një kashor për me majtë shpirtin gjallë. Dhe pikërisht kjo është ajo për cilën në periudhën 4 vjeçare në fundit të kësaj qeverie kemi mbi 200.000 po themi kështu të ri dhe punëtorë të cilët e kanë lëshuar Kosovën. Nuk i kanë lëshuar një farforme prej një gjendje sociale të mirë, por e kanë lëshuar prej fukarallakut dhe ata me këtë pagë që e marrin, ta nxjom 400 euro, ata duhet të ushqen, ata duhet të shkollohen, ata duhet të kenë diçka për shëndetësi, ata duhet të kenë diçka për bana, ata duhet të fejohen, ata duhet të martohen, ata duhet të krijojnë familje, ata duhet ta bëjnë një shtëpi dhe me këtë pagë që i marrin, po shihet që as gjërat më elementare për një person nuk mund të mbulohen. A do të dilnin protest pra? A do të dilnin protestën e të premtës? Unë nuk do të jam në Kosovë dhe nuk faktikisht ne do të dalim në protestë, normal që antarësia jonë është e lirë dhe unë i thras që të dalim, por në protesta ekskluzivisht dalimi ne për çështje sociale të sindikatës të sektorit privat të Kosovës. A nuk është çështje sociale për ju shtrenjtimi i energjisë elektrike 21%? Shqiqoni, ne nëse unë besoj që s'pakut nisë nishi për të sjellë jashtëzakonisht punën dhe veprimet tona. Dhe tek ne nuk ka javë që nuk bëhet protesta dhe greva pikërisht për këtë. Dhe paramendojmë që shpesh herë kemi pasur, që nuk do të thotë që do të kemi, dalje të punëtorëve në protesta kanë qenë të sankcionuar. Ne kemi verifikuar dhe kemi qenë tek inspektor ku shpesh herë për shembull na largohet një punëtor për shkak se ka dalë në protestë dhe na e thrasim inspektorati jap drejt punëtorit dhe ne çojmë këtë të drejtë që ka punëtori në gjykat, do të më prit 6-7 ditë derisa të jetë përfundimi se a kemi pas drejt ne si punëtor apo pronari kompanisë që na ka larguar, kështu që një parkonet thonë shkurt dhe shkurt. Nuk po funksionon ligji, nuk po funksionon asnjë segment dhe ne duhet që të jemi shumë të disiplinuar për hapat që do t'i bëjmë që s'pakut mos mbesmi jashtë procesit punës. Unë ju falenderoj shumë për kohën tuaj edhe për shpjegimet që i thatë për ne në kuadër këtij emisioni. Faleminderit shumë zoti Azemi. Do të jemi sërish në kontakt. Gjithnjë për ju dhe shiqëruesve juaj. Faleminderit shumë.